Abibank mbështet këtë episod. Julia Hoxha jeton në Berlin, por vjen shpesh në Tiranë. Nga fëmijëria e saj në Patos, vajza që më pas u rrit edhe në Fier, është sot CEO e një kompanie në Health Tech në Berlin. E ka ndërtuar atë bashkë me partnerin e saj edhe në jetë Armandin. Kam shumë pyetje për të bërë sot me ty, më pëlqen sepse je podcasti që na duhet. Kemi të gjithë shumë pyetje për inteligjencën artificiale. Mirë se erdhe Julia Hoxha. Faleminderit Mira, mirë se të gjeta, është dhe për mua kënaqësi që të përgjigjem pyetjeve dhe të jap një mesazh inspirues edhe për brezat, të gjitha llojet e brezave. Patjetër. Dje po lexoja që një spital në Kinë është i pari që ka futur robotët në vend të infermierëve që të kujdesen për pacientët. Të them të drejtën Julia, nuk di nëse duhet të ndihesh e gëzuar apo e shqetësuar, e trembur disi. Jam e paqartë, më ndihmon pak? Çfarë të trembi? Në mënyrë precize. Që do të ishte një robot që do të kujdesej për mua paciente. Dhe jo një njerëz që ndoshta ka ndjenja. E kuptoj, empatia, ndjenja, sensibiliteti. Ajo është në fakt shqetësimi që e kemi shumë edhe ne që zhvillojmë këto teknologji, por nga ana tjetër, paralelisht, unë jam e trembur edhe për shumë, ose çfarë më jep mua një lloj ndjenje shqetësimi, frike, edhe në realitetin që kemi, ku kemi një mangësi të theksuar të mjekëve. Kur le të marrim në rastin e pandemisë, doktorët duhet të bënin vendime shumë radikale, cilin pacient të linte, të shpëtonin dhe kë, pra të bënin atë triazhin dhe kë, një farë mënyrë tamam atë shkopin e Zotit. Nga pamundësia që kishin e kapaciteteve, e resurseve. Kemi rastin kur ti shkon me fëmijën e vogël në urgjencë dhe të duhet të presësh 3-4 orë, ndërkohë që ai është duke u djegur nga temperatura sepse mjekët janë jashtë mundësisë për të kujdesur për këta fëmijë. Dhe shumë e shumë raste të tjera, ke njerëz në moshë me sëmundje kronike që jetojnë në zona rurale, shumë të larguara, të cilët nuk kanë pranë, qoftë edhe një komunitet caktuar apo edhe mjek, ekspert, që të kujdesen për ata. Kështu që unë këtu e shoh oportunitetin. Pra, sido që tjetë ne kemi një lloj balance që duhet të gjejmë dhe duke parë realitetin dhe situatën aktualisht, që mangësia kryesisht e stafit mjekësor sa vjen dhe rritet, pra ule numrat. Ne këtë dramë, le të themi, e kemi dhe në Shqipëri, ku por na largohen pikërisht, pra ka aq shumë mundësira, oportunitete ku inteligjenca artificiale, digitalizimi, le të themi, teknologjia dhe pastaj mundësia që t'jep inteligjenca artificiale i mbush këto boshliqe, të përmirëson dhe kujdesin, shërbimin shëndetësor. Dhe ajo që do thosha në lidhje me shembullin që përmende, sepse padyshim që unë e kam lexuar, kjo ka qenë në fakt rreth fundit të vitit 2024, pastaj ata kanë bërë edhe lajme të tjera. Bëhet fjalë për një qytet spitalor i bazuar në AI, i cili ka dhe agent të fuqizuar me AI. Dhe fillimisht qëllimi është që ai të jetë edhe një ambient simulimi për mjekët e rinj që ata të mësojnë në mënyrë sistematike, po dhe vetë agjentët të mësojnë dhe të përmirësojnë performancën e tyre. Dhe duke pasur trajnime të jashtëzakonshme mbi të dhënat, mbi protokollet, këta agent në të vërtet arrin të kenë një accuracy ose një precizion mbi 90% për sa i përket diagnostikimit edhe kujdesit shëndetësor që ata bëjnë. Edhe në qasjen që u japin pacientëve. Kështu që këtu e shoh unë atë oportunitetin tek siç thash, mbushja atyre mangësive të cilat ne duam s'duam po i përballojmë në realitetin dhe në situatën që ne ndodhemi. Po, e vërtet në fakt, ne kemi patur një shqetësim të përhershëm për mjekët, infermierët kryesisht që na janë larguar, dhe sigurisht këtu ka goxha boshllëk, nuk jemi Kina që të ndërtojmë robotët, kam përshtypjen që me gjithë përpjekjen jemi pak, nuk jemi në hapin e botës, edhe pse këtu ku bëhet ky podcast është një qendër që ka për synim të vinë sa më shumë fëmijë dhe të rinj dhe është një gjë e mirë në fakt që ndodh. Absolutisht. Por po vjen re që edhe doktorët ChatGPT-ja po i zëvendëson. Për shembull, kur kam disa pyetje,
futem në ChatGPT dhe kam lexuar dhe artikuj për shembull që ChatGPT-ja ka gjetur kura sepse përdor ato algoritme dhe ka burime informacioni. A duhet shqetësohen doktorët se do t'i zëvendësoj ata inteligjenca artificiale? Gati duket sikur po i zëvendëson. Unë në fakt nuk jam e asaj klase mendimi, le të themi, që jam e friksuar nga kontrolli që ne do na jap inteligjenca artificiale, duke qenë se edhe unë i ndërtoj dhe i shikoj se sa mangësi kanë akoma këto sisteme. Ndonjëherë thuhet edhe në rastin e ChatGPT-s që ka parë aq shumë njohuri sa një 4 vjeçar, ose robotët që kemi në shtëpi nuk arrin do të bëjnë akoma as punët e një fëmijë 10 vjeç. Më fal pak, se është shumë e bukur kjo që të fillojmë ta ankohemi për robotët. Nuk po i bën mirë punët. Robot tip shqiptar, robot italian. Mendo sikur të nisi dhe kjo histori e bukur. Po besoj që dallimet faktikisht edhe origjina racore do jenë edhe në teknologji. Ne shikojmë tani se sa luftë e ashpër është nga teknologjia që po vjen nga Kina, teknologjia që vjen nga Amerika, apo se si Europa thot ne duhet të kemi sovranitetin ton teknologjik. Dhe kjo faktikisht është një luftë e hapur, qoftë nga ana e biznesit, nga ana rregullatore, nga ana politike. Kështu që këtu futemi. Është shumë interesante. Robotët që po ndërtohen do t'ju ngjajnë shoqërive ku po bëhen. Po thua nuk do t'jetë një robot ndërkombëtar, një robot që flet të gjitha gjuhët dhe ka një lloj mentaliteti të përgjithshëm? Mendoj që çdo lloj sistemi, dhe këtu ndoshta duhet të futemi të kuptojmë pak edhe se si ndërtohet inteligjenca artificiale dhe si ajo performon me kalimin e kohës, por në gjenezën e saj ose në atë bërthamën e saj, inteligjenca artificiale ka aftësinë, ose një sistem i bazuar me inteligjencë artificiale është ai sistemi i cili është autonom dhe ka aftësinë të adaptohet në mjedisin që është. Dhe normalisht në atë mjedis që ai mëson, në atë mjedis që ai me të cilën ka interaktivitet, ndërvepron, dhe ato rregulla ai mëson me kalimin e kohës. Si puna e njeriut. Patjetër që është si puna e njeriut, kështu që kur flasim në fakt për luftën le të themi të hapur nga ana teknologjike është se kush ka atë supremacinë nga ana teknologjike dhe kush do bëj atë, cili shtet do bëj atë dominimin, dhe me thënë të drejtën Kina këtu është shumë në pararoj në shumë gjëra. Po ajo që pati një boom që u bë shumë virale ishte shpikja e DeepSeek, që ishte një lloj le të themi kopimi ose një lloj replikimi i ChatGPT-s në Kinë, por ajo që bëri Kina, duke qenë se ka edhe resorse më të kufizuara, sepse Amerika nuk i lejonte, i kishte bërë embargo dhe i kishte bërë kufizim të çipeve të AI-t që ata mund të përdornin, ata gjetën metoda alternative për t'i trajnuar këto sisteme me resorse më të vogla, pra me më pak kapacitete kompjuterike. Dhe kjo bëri edhe pastaj dhe në fakt vlerësimin e shumë kompanive tjera që merren me çip, po tregoi që faktikisht i mund ndërtosh një AI me një precizion shumë të lartë, por dhe me resorse më të vogla, që faktikisht është një problematik shumë e madhe, sepse ne flasim për empati, po duhet flasim pak edhe për resorset energjetike, ujore tjera që këto shfrytëzohen, që ne duke qenë alert edhe për sa i përket klimës, pra mos kalojmë dhe nga një temë tjetër, po janë shumë të ndërthurura me njëra tjetrën, ne duhet të jemi sensitiv edhe se si po ndikojmë, edhe ne si ndërtues të teknologjisë, si të ndikojmë nga ana empatike, nga ana etike, po edhe nga ana e klimës. Dhe të kaloj prapë tek ajo idea e robotit që është kinez apo është shqiptar, patjetër që ai për mendimin tim do adaptohet në atë ambient ku dhe mëson dhe ndërvepron më shumë. Dhe ajo që pretendohet që do jetë ajo holy grail apo ajo pika kulminante është inteligjenca e nivelit njerëzor, ose që i quajnë edhe artificial general intelligence, AGI, ose inteligjenca e përgjithshme artificiale. Unë mendoj që jemi akoma larg, sepse në përgjithësi ne jemi akoma duke u marrë me sisteme të cilat kërkojnë një trajnim shumë specifik. Sa vite larg jemi sipas parashikimit tënd si nga human level intelligence? Nuk mund të bëj një parashikim të tillë, e di pse, sepse dhe mënyra se si po zhvillohen gjërat, se si dalin teknologjitë e reja, ndonjëherë janë dhe të paparashikuara. Vetë teknologjia me cilën është bazuar ChatGPT, që quhet GPT ose që quhet transformatorët e përgjithshëm të paratrajnuar, ato ishin edhe një lloj surprize dhe për vetë. Çfarë do të thotë GPT, ChatGPT-in e kuptoj, por GPT do të thotë Generative Pre-trained Transformers, transformues të përgjithshëm të paratrajnuar. Dhe imagjia qëndron te T-ja.
magjia qëndron te transformuesit. Pse? Sepse në 2017-ën kërkuesit shkencor në Google dhe jo në OpenAI arritën që të bëni një teknologji të tillë që kur konsumon të dhënat, mos t'i marrë ato fjalët një nga një për t'i kuptuar, për t'i procesuar, por ajo i merr në paralel, pra jo sekuenciale, por në paralel dhe arrin që vetë sistemi të trajnohet, pra të kuptoj, të ushqehet me të dhëna shumë, për shumë kontekste të tëra, paragrafe, libra, njëkohësisht, dhe kjo mëson edhe kuptimin dhe kontekstin në mënyrë më të gjerë. Dhe ata u habitën dhe vetë, dhe për këtë ka raporte shumë të detajuara se si jo vetëm rrjedhshmëria e gjuhës ishte shumë e mirë dhe precizioni, pavarësisht se ka edhe halucinime që janë të dhëna, domethënë informacione që ajo i shpik dhe nuk janë vërteta, ky është një rrezik, por nga ana tjetër ajo që ishte kyçi te kjo T-ja e Transformers është që po ishte shumë e mirë për të kryer detyra dhe për të cilat ajo nuk ishte trajnuar. Dhe kjo për mendimin tim është ajo magjia ose ajo çelësi tek sistemet e bazuar në AI që ato përmirësojnë veten, adoptohen, krijojnë ata autonomin për të bërë dhe taske, për të bërë dhe detyra të cilat ti nuk i ke trajnuar në mënyrë rigoroze në atë sistem. Pra edhe AI brenda vetes del jashtë parashikimit. Po, janë le themi dy bloqe se si funksionon. Nga njëra anë, AI është ai që thuhet më shumë statistikor, që do të thotë ai mëson mbi të dhëna, mëson modelet, mëson ato patterns, mëson si lidhen të dhënat dhe të jep një rezultat, pra merr një vendimarrje. Është edhe bloku tjetër në i cili është pak më i bazuar në logjik. Ne e quajmë atë symbolic learning ose mësim i bazuar në simbolik, në logjik, në ontologji, ku njohuria aty është më e përcaktuar, më mirë, është më e strukturuar. Kur këto të dyja ndërlidhen, arrim që të bëjmë sisteme të cilat dhe mund t'i menaxhojmë, sepse ne i japim le të themi një njohuri, një dije që është e strukturuar mirë dhe ti dhe mund ta kontrollosh. Dhe ky është në fakt dhe rreziku që thonë që AI will take over humanity, ose AI do na kontrolloj, ose do na vëj. Unë në këtë pozitë që flas tani nga ky kolltuk, nga kaq sa njoh, unë them që jo, në qoftë se, jo nga ana e pasigurt. Në qoftë se, jo, në qoftë se e di pse ndoshta edhe si informatikale unë gjithmonë vë ato preconditions që themi në parakushtet ose kërkesat. Sepse unë si individ besoj edhe tek vlera njerëzore. Ti çfarë do lloj, shiko, AI është për mua një instrument. Është ashtu siç ti përdor edhe teknologjinë, jo telefonin, po për sa i përket pra le të themi të dhënave nukleare ose energjisë nukleare. Ti energji nukleare mund ta përdorësh për përdorime nga më të mirat, por mund ta përdorësh edhe për të dëmtuar në mas, për ta bërë çdo gjë rrafsh, për ta shuar. Për ta shuar. Kështu që ajo varet se si ne e përdorim, se si ne e trajnojmë, se si ne e bëjmë pjesë të jetës tonë. Dhe për sa kohë ne si njerëz, dhe unë këtu besoj fort edhe si individ, për sa kohë edhe ne që e ndërtojmë jemi, po dhe ata që e përdorin, koshient të ndërgjegjshëm që ta përdorim në të mirë të njerëzimit, të kemi njeriu në qendër të teknologjisë. Kjo është për misioni jetës time, të përdor teknologjinë por duke vënë njeriu në qendër në mënyrë etike, por jo gjithmonë njerëzit e duan të përfitojnë, prandaj dhe duhet të kemi edhe rregulla. Duhet të ketë rregulla, ligje të reja, rregulla të reja, norma të reja. Patjetër, sepse ajo mund bëhet shumë herë dhe për mendimin tim që kjo është shumë kyçi, meqense më përmende edhe Tumon edhe të rinjt. Çdo lloj teknologjie, çdo lloj le të themi ndryshimi i rendit shoqëror do edhe ekspertë të ndryshëm, pra edhe në AI ne duhet të kemi pavarësisht se njeriu mund të ketë prirje në arkeologji, në art, në mjeksi, të jetë i aftë edhe të jetë i pajisur edhe me inteligjencë artificiale, po edhe me njohuri të tjera teknologjike, si janë dhe cyber security, siguria, dhe kjo na bën ne të aftë që ta kuptojmë, po edhe ta dimë si ta përdorim dhe ta kontrollojmë. E dukshme është që nuk mund të eci më pa teknologjinë. Nuk ka më kthim brapa. Nuk ka më kthim brapa. Pra ti mund ta refuzosh sa të duash edhe por ti e ke të pamundur, je si në mes të oqeanit.
Dhe të duhet notosh me të. Pra të duhet ecësh me të. Të duhet të gjesh mjetet, për mendimin tim nuk kam më kthim mbrapa, ndaj unë ne them gjithmonë dhe në panelet që jam e ftuar ose që organizoj, është ai punë e trenit. Ai tren është nisur, është me shpejtësi, është goxha me shpejtësi, madje ka akseleruar le të themi në krahasim me këto vitet e fundit dhe mirë është që ne të bëhemi pjesë e saj, qoftë si shoqëri e një vendi të zhvilluar dhe një shoqëri një vendi në zhvillim. ChatGPT-ja është shumë simpatik, edhe është i nevojshëm dhe ka informacione të mira, po ja kam vënë re një patern. Është pak manipulator dhe ta bën qefin. Nuk dua të them servil, po për shembull, për të njëjtën pyetje që ja bëj unë nga telefoni im, dhe nëse i bëj të njëjtën pyetje për të njëjtin njeri për shembull, nga një telefon tjetër, nëse në telefonin tim ai e di që Mira Kazhani jam unë dhe fillon më merr me të mira, mi thot ato fjalët, është goxha empatik me qëra fjala. Robot, por me shumë empati. Por nëse i bën të njëjtën pyetje nga një telefon tjetër, mund të t'japi një përgjigje tjetër. Po, mendoj që është e pritshme. Okej. Është e pritshme. Madje kjo ka ato të mirën dhe të keqe. Unë nuk i shoh shumë të këqija, me thënë të drejtën, sepse në fund të fundit ne duam që përgjigjet i marrim objektive, pra atje kur ne kërkojmë të dhëna shkencore, të fakte, statistika, aty sistemi duhet të jetë sa më precis. Po, dhe duke që e ka të mirë deri diku, duke ti ka pas problemet e veta, por tani ata kanë bërë edhe, se po flasim për ChatGPT, po ka dhe aq shumë tool, aq shumë mjete të tjera të cilat le të themi përdoren për detyra ose për qëllime nga më të ndryshmet, por le të marrim rastin e një GPT, pra të një chatboti, i cili bazohet mbi ato transformers që thash, pra atë GPT-n, që janë këto modelet e mëdhaja, po janë këto modelet e mëdhaja të cilat konsumojnë shumë njohuri. Patjetër që ato adoptohen, sepse ato shikojnë edhe stilin tënd të shkruarit, stilin tënd se si ti je shumë solare, Mira, ti je shumë diellore, ti je edhe shumë komunikuese dhe ai assumptioni im ose ajo që unë mendoj është që në varësi të asaj që ti shkruan, edhe modeli përshtatet. Më percepton, pra më lexon. Patjetër, edhe atë si, po pastaj ti mund të bësh edhe një lloj që quhet le të themi përshtatje ose tuning, mund i thua shiko, unë e dua për shembull tekstin e dua pak më në nivel pak më shoqëror, e dua pak më profesional, dhe në varësi të kësaj ajo fillon është ajo adaptueshmëria që thash. Të jem e sinqert, nuk i kam kërkuar asnjëherë tekst, edhe nuk kam ndërmend të kërkoj një tekst ChatGPT-s, do vazhdoj të bëj tekstet vetë deri në fund. Mund të marr informacion, pra për tekstet që si bëj unë, mund të marr një informacion për mjekësinë apo një informacion për një personazh për jetën e tij, pra çfarë ndodh, çfarë di ti për isha në koncertin e Bryan Adams, isha kurioze çfarë kishte ndodhur me një nga idhujt e rinisë tonë, s'kisha asnjë informacion nëse ishte martuar, nëse kishte fëmijë, edhe pyeta ChatGPT-n, por kështu detyra që të mi bëj ChatGPT-ja për këtë, kjo është frika ime, që do dembelosen njerëzit dhe nuk do krijojnë dhe nuk do kenë mundësi të shprehin mendimet e tyre dhe të flasin dhe të shkruajnë. Unë fakt e shoh nga ana tjetër, ai që është i talentuar dhe i dedikuar për të shkruar, ai do shkruaj sepse ka të brendshme. Ty dhe thush, merre këtë tekstin se jo, ti do ta krijosh vetë, sepse je krijuese. Por ka edhe shumë raste të tjera në të cilën të përshpejton punën në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe ndonjëherë, pra unë po përpiqem tani të luaj, ndoshta mund ta quaj avokatën e djallit, po të jap dhe anën tjetër të medaljes, sepse le të themi ti do shpesh herë le të themi një koncept fillestar, një backbone, pra le të themi një strukturë kryesore, dhe pastaj ti e mbush. Edhe unë personalisht nuk do, sepse dhe mua kam shumë të bëj dhe me prodhime teksti në konceptimet e projekteve që bëjmë, edhe shumë gjëra tjera. Të ndihmon, e përdor? E përdor shpesh herë për sa i përket një lloj strukturimi, sepse ndonjëherë unë jap ato pikat e mia dhe i them mund të më bësh një lloj mbushje, por tekstin final unë dua të jap atë my personal touch, dua të jap atë mënyrën time, identitetin tim, pavarësisht se ata adaptohen me kalimin e kohës, por nuk unë dua të prap në fund fare ajo të ketë atë vulën time. Jeton prej 19 vitesh në Gjermani. 4 vitet e fundit je stacionuar, je me bazë në Berlin, por ke qenë në një qytet tjetër. Në Karlsruhe, pastaj në Aachen, po. Si përfundove ti në Gjermani? Para 19 vjetësh? Si nisa në matematikë Gjermani. Po, për studimet. Në fakt,
largimi le të themi të parë nga Shqipëria, unë e kam pas që 18 vjeç kur fillova studimet në Bullgari, në American University in Bulgaria, UBG. Kështu që le të themi jetesa ose studimet në një vend të huaj nuk është se ishin të huaja për mua. Por për t'ju përgjigjur konkretisht pyetjes, në Gjermani shkuam bashkë me Armandin, shkuam të dy për të bërë studimet në master. Ne në fakt gjatë asaj kohe në Shqipëri ishim, le të themi, goxha të suksesshëm sepse kishim dhe firmën tonë, ishte kompania e parë që kam themeluar që 21 vjeç. Gjatë asaj kohe punoja edhe në pedagoge e brendshme tek informatika, kështu që kishim me thënë drejtën sukses. Cila ishte kompania që kishit atëherë? Shqipëria.com, SHPK, Shqipëria.com. Ne kishim edhe Armandin, fakt ka qenë që ka pasur portali Shqipëria.com, i cili faktikisht atëherë në fillimet e tij është rritur me ritme më të larta se Facebooku. Ka pasur një boom të jashtëzakonshëm edhe chati i Shqipëria.com-it për gjithë nga diaspora. Ne kemi ndërtuar shumë sisteme dhe do ta bëj lidhjen me Gjermaninë, nuk do të iki, por doja të thosha që ishim goxha komod, me një ekip shumë të mirë, unë drejtoja anën teknologjike, punoja edhe këshilluese te disa institucione pra shtetërore për të dhënë ato inputin tim, por unë nuk ri dot në një vend ndonjëherë, jo, ose më mirë të them, gjithmonë jam në kërkim të plotësimit të vetes, të kurioze, të mësoj, dhe më duke sikur prap edhe pse kishim aq shumë dinamizëm, sikur kisha kaluar një lloj status quo-je, dhe i thash jo, unë do iki, do ta bëj masterin. Edhe Armandi donte patjetër që dhe ai të bënte një master dhe të ishim bashkë, pavarësisht se ishim qytete ndryshme, dhe tham shiko, do vemi, po vetëm një vit e gjysmë, madje edhe tezën do ta bëjmë në distancë, kompania. Po si bie 24. 24 se 2 vite, 22 mbarova, rreth 2 vite punova këtu, 2 vite ca, 24. Edhe shkuam për master, mora dhe bursë. Domethënë kjo ishte ai qëllimi, që të shkoja për të bërë masterin, po me idenë që do kthejmë dhe madje do ta menaxhojmë edhe kompaninë nga jashtë, nga larg. Nuk arritëm do ta menaxhonim ashtu si duhet, sepse u ngulëm pastaj atje dhe le të themi na tërhoqi shumë gjëra të asaj jetës dhe qëndruam pastaj edhe për doktoraturën, pastaj lindi dhe fëmia i parë. Bëm një kalim pak në Amerikë, 1-2 vite, erdhëm prapë në Gjermani, por duhet të them që jam gjithmonë e lidhur me Shqipërinë në mënyrë konstante. Po, dhe e vlerësoj shumë këtë, më pëlqen shumë që ti vjen shumë në Shqipëri, po interesante kjo jeta juaj kështu e shpejt në Amerikë, si ka mundësi që nuk lëshuat rënjë? Nuk e kisha për qëllim. Kishte diçka që s'të pëlqeu? Jo, nuk e kisha për qëllim as kur vajta. Më pëlqente jeta në Gjermani që kishim, dhe për qëllimi im për të vajtur në Amerikë ishte për të bërë studime, domethënë punë studimore, kërkim shkencor në Universitetin e Kolumbias në New York. Dhe vajta si për postdoctoral research, pra për postdoc. Me qëllimin, madje tamam qëllimi, le të themi intrinsic nga mbrapa, ka qenë edhe që të fitoja njohuri në informatikën mjekësore, sepse ai ishte institut për biomedical informatics, informatik biomjekësore, dhe kisha targetuar pikërisht edhe institutin dhe departamentin ku do shkoja, se kështu kam qenë gjithmonë i targetoj, edhe në Gjermani kam vajtur pikërisht në universitetin që doja, institutin që doja, se atë njohuri kisha qef të bëja. Edhe në Amerikë, dhe vajta me këtë qëllim që unë do vete të eksploroj se si është puna në këtë Ivy League, le të themi, është ajo kurioziteti për një universitet pak më ndryshe, dhe si dhe që të merrja njohuritë e mia në atë fushë dhe pastaj ti aplikoja këto për të krijuar kompaninë e parë me Zanën në 2017-2018 në inkorporua. Me një ritëm jete të shpejt dhe të vrullshëm, kur nevojat për të patur zgjidhje bankare cilësore janë thelbësore për ju, përgjigjen e gjeni tek Abibank online dhe mobile banking. Ky shërbim nuk është thjesht një mundësi, por është mënyra më e zgjuar për të menaxhuar financat tuaja. Përdorimi i thjeshtë dhe i sigurt nga laptopi apo telefoni juaj ju lejon të kryeni transaksione, paguani faturat dhe detyrimet tuaja menjëherë, kurdo dhe kudo që shkoni. Shkojmë tek episodi. Ti e ke themeluar atë bashkë me Armandin, i ke vënë një emër shqiptar shumë bukur, melodios, Zana. Është një kompani health tech që merret me çfarë çështjesh shëndetësore, çfarë shërbime shëndetësore ndihmon inteligjenca artificiale që ju keni, teknologjia që ju keni
aplikuar në këtë app? Jo misioni, po vizioni jon ishte që të bënim një sistem i cili të kishte një lloj le të themi magjie nga mbrapa dhe të japi një ndihmë mjekësore, shëndetësore, le të themi ajo ChatGPT, apo atëherë nuk bëj fjalë për ChatGPT dhe Alexa nuk ishte akoma në treg, që të ndërvepronte me njerëzit për t'i ndihmuar me informacione mjekësore, me një lloj triazhi pra për të simptomat, për të gjetur për shembull edhe çfarë wearable ose le të themi monitor për presionin e gjakut të ndihmon. Dhe Zana ka qenë arsyeja si Zana e maleve, e cila ndihmon ata heronjt për të i fuqizon ata që edhe të vazhdojnë ato betejat e tyre, por ndërkohë pak magjike, pak e fshehur që ti mos të dish se çfarë ka nga mbrapa dhe mos të trombesh se çfarë ka nga mbrapa. Kjo ishte ideja e Zana dhe besoj që kemi krijuar edhe një brand të mirë, interesant dhe unë shpeshherë e përmend këtë dhe origjinën tonë me Zanën dhe për ne si bashkëthemelues. Dhe me këtë ide nisëm se si të aplikonim këto që quhen human machine interaction, pra teknologji të bazuara ndërmjet ndërveprimit njeriu dhe makina dhe kompjuteri, por për shëndetësinë. Dhe pse shëndetësinë? Sepse aty mendoj që mund të bëjmë personalisht një ndër ndikimet më të mëdha dhe ka një shprehje që unë e kam shpeshherë në mendje që në përditshmërinë tonë ne mund të kemi 1000 probleme derisa na shfaqet një problem shëndetësor. Pastaj kemi vetëm një problem. Ne mund të kemi shumë probleme, por nëse kemi probleme shëndetin, kemi vetëm një. Vetëm një. Por krijimi i një startupi nuk është asnjëherë ati, është sfidë që më janë vete. shumë të vështirë dhe shumë pak kanë sukses. Si është raporti 1/10? 1/10, zakonisht 1/10, në shëndetësia është akoma dhe më i vogël dhe duhet thënë që kompanitë të cilat themelohen dhe drejtohen nga gratë janë edhe underfunded, kanë edhe mangësi më të madhe për sa i përket financimit, marrin vetëm 2% të venture funding, pra të financimit që merret nga VCs, nga venture capital, gratë, kompanitë të drejtuara nga gra marrin vetëm 2% të financimit, por besoj që kjo është një temë edhe shumë e gjerë për të prekur, por edhe unë në fakt në shumë le të themi dalje të mia ose edhe në punë që kam bërë le të themi këshilluese edhe me instanca të ndryshme qeveritare, kam edhe pjesë të le të themi të misionit tim. Për të kaluar prapë tek Zana se çfarë bëjmë, nisëm me këtë ide se dua mos t'i anashkalojmë pyetjes tënde. Ajo që ne jemi duke punuar aktualisht dhe që mendoj që është narratori si të uroj edhe si punë e ChatGPT-s, është analizimi i zërit të njeriut për të parë në kohë në qofse ka një përkeqësim për sa i përket sëmundjeve kronike dhe jemi duke e parë kryesisht në fushën kardiorespiratore, pra në pacientë të cilët janë të sëmurë me sëmundje zemre dhe me sëmundje të mushkrisë. Pra, nëpërmjet zërit, ju do të kuptoni nëse ky pacient po shërohet apo ky pacient është duke u përkeqësuar. Në mënyrë të tillë që ne pastaj të ndihmojmë pacientin edhe mjekun të reagojnë në kohë, në mënyrë të hershme, për të adaptuar trajtimin dhe në mënyrë që këta pacient mos të përfundojnë në spital, mos të hospitalizohen, sepse aty pastaj ulet cilësia e jetës, rriten kostot e të tjera me radhë. Dakor, po si të shkoj mendja tek zëri? Lexove diçka, pe diçka, ke një informacion? Po, kishim dhe informacion, po erdhi natyrshëm, sepse kur e nisëm Zanën dhe një pjesë të atyre zgjidhjeve që ne edhe komercializuam, ishte ajo që të thash, ajo ideja e chatbotit që kërkon informacione edhe me zë, edhe me tekst, dhe të ndihmon në lidhje me sëmundjet shëndetësore për t'u informuar. Me kalimin e kohës ne zhvilluam këtë zgjidhje, edhe siç thash e futëm zërin edhe si instrument që ti të komunikosh me appin për t'i kërkuar informacion, por ishte më shumë si instrument komunikimi. Pastaj duke komunikuar ishte rastësor pra. Jo rastësor, ne e futëm zërin që pacienti të kishte një komunikim më të lehtë me apin, siç është për shembull me Alexën. Këtë po thoja pra, ishte rastësisht që menduat që tek zëri ju mund zbuloni diçka. Gjithmonë ne bashkëpunoj me partner klinik, pra me klinika universitare, me mjek. Ata shpeshherë na thoshin që shiko, zëri ka shumë potencial, pra erdhi le të themi input nga mjekët edhe nga studimi që ne bëm pasaj në mënyrë të dedikuar për të parë, për të mbikëqyrur se si ishte le të themi ana studimore, dhe na thoshin që
Më thoshin mjekët, edhe ata që kurojnë pacientë me sëmundje me zemre dhe ata me mushkri, që ne i dallojmë pacientët nga zëri. Ju po e përdorni zërin për komunikim, por ne mund të faktikisht ka shumë potencial që edhe t'i dallojmë që ata janë më keq, po përkeqësohen. Madje mund përdoret edhe për diagnostikuar hershëm edhe shumë sëmundje, edhe si diabeti, po Alzheimeri, Parkinsoni, që janë sëmundje neurodegenerative. Kështu që nga kjo nisi, por normalisht kërkon një studim shumë rigoros që ti si tush të bësh një screening çfarë ekziston, në treg nuk ekziston absolutisht një zgjidhje e tillë, po të themi nga ana studimore. Dhe pastaj së bashku me ekipin e këtyre mjekëve, unë fillova të konceptoj një projekt për të kërkuar pastaj fonde nga qeveria gjermane që të na e financonin këtë projekt. Çfarë ka te zëri jon të dhëna që na ndihmojnë për të kuptuar një ndryshim? Jam shumë dakord që edhe gjendjet emocionale ne nuk e kemi zërin gjithmonë njësoj. Për shembull, një njeri të trishtuar ka një zë tjetër me një njeri të lumtur, të gëzuar, të qeshur. Ka zëri diçka, po shkencërisht nga të dhënat tuaja që dini diçka më shumë në këtë sens. Mua ndonjëherë më duket edhe shumë normale për ta kuptuar, po të dim edhe biologjikisht se si funksionon. Të doja të kuptoja, si funksionon biologjikisht pra, zëri. kemi që quhen 3 pjesë kryesore, se bloqe kryesore të aparatit të zërit. E para është ai motori ose burimi fuqisë, që fillon tek mushkria, muskujt e barkut, pjesa e legenit e pelvisit, prandaj edhe për gratë është ndryshe nga burrat. Aty fillon shtyrja e ajrit. Më pas vemi tek bloku i dytë që është laringu dhe kordat e zërit. Vibrimi i kordave të zërit të bën ajo që quhet burimi i tingullit. Pra burimi i fuqisë, burimi i tingullit dhe në fund kemi gjithë aparatin e gojës, sinuset, gjuha, dhëmbët, i cili është procesimi i tingullit, përpunimi i tingullit, sa e studia e artit. Dhe kjo na jep pastaj dhe atë timbrin. Kjo na jep atë ose studio muzikore, le të themi. Por tani dhe po ta mendosh momentin që ne kemi probleme në mushkri, ajri nuk do vi me të njëjtën rrjet, me të njëjtën forcë. Dhe sëmundjet, për shembull, që ta lidh direkt me atë segment pacientësh që ne po shikojmë, pacientët me sëmundje të zemrës, insuficienca kardiake, duke qenë se zemra e tyre nuk pompon gjak në mënyrën e dur, sepse ka pa aftësinë muskuloze, atyre u mblidhet lëngje në mushkri. Dhe me kalimin e kohës u kalon në ekstremitete pesha dhe rrisin shumë peshë. Ka raste 10-15 kg dhe nuk arrin të shkojnë te mjeku se edhe neglizhojnë. Ajo fillon në mushkri, pra edhe mënyra se si ti do shtysh ajër të fillon dhe të ndikon. Pastaj kemi, siç thash, te pjesa e kordave të zërit, momentin që ke një nodul, momentin që ke një tumor, kjo do të ndryshojë zërin, por te gratë, ndryshimi hormonal i estrogenit, progesteronit, ndryshon edhe edemën në korde, prandaj dhe gjatë menopauzës ne mund të shikojmë ndryshime hormonale edhe nëpërmjet zërit. Dhe ky është një studim i cili ne i kemi në plan për ta nisur, madje po integrojmë në një nga apet që përdoret për gratë. Dhe në fund fare kemi dhe pastaj aparatin e gojës, siç thash, dhe aty ti mund të shikosh gjëra tone, tonalitetin, pauzat, që thash, frymëmarrja. Ne jemi në gjendje që ta marrim këtë sinjalin, se në fundit ai është një sinjal i cili del dhe nëpërmjet ti e ekstraktojmë ose tërheqim ose përpunojmë me qindra, le të themi, karakteristika, ato në fundit janë numra, të cilat pastaj ne ja japim një modeli AI, ja trajnojmë në mënyrë që të optimizojmë një problem, të parashikojmë një problem të caktuar. Fantastike, dhe këtë e bën një gocë nga Patosi. Po, Patos Fier. Në mes të Berlinit, Patos Fier. Shumë bukur. Në fëmijërinë tënde, edhe timen, kur nuk ishte jo ChatGPT dhe Alexa, po nuk ishte asgjë përveç se një telefoni në shtëpi, nga ato telefonën që bënin ato zilën e madhe, kur merrnin kushërinë, flisnim kryesisht nga balkoni. Iknim në këmbë dhe kryenim një porosi. Ka një lloj nostalgjie sot kur e mendon, edhe pse ti e the shumë mirë që nuk ka më kthim brapa, dhe dim që nuk mund të kthehemi më atje tek ajo kohë. Siç ka patur atë të bukurën e vet atëherë dhe jemi ankuar, se mbas edhe jemi lodhur që se kemi patur këtë zhdërvjellësi në komunikim, këtë lehtësi. Po një inxhiniere
teknologjisë, një grua si ti me këtë profesion, kur mendon atë fëmijërinë e atëhershme me këtë fëmijërinë që po u jep teknologjia fëmijëve të sotëm? Rreth ndoshta do të ketë qenë 92, 91, nuk e di, po mbaj mend që gjatë një vere me sa prisja që do vinte ai televizori me ngjyra, thosha, po kthehesha nga të luajturit dhe shkoja në shtëpi, inshallah ka televizor me ngjyra sot dhe sikur na u hap bota nga televizori me ngjyra, ne si fëmijë që shikonim ato filmat, ato prallat e bukura dhe pastaj me ngjyra, ose kur ishin bardhëzi e diela në orën 10 që ishin ca kukulla me orar. Ne mi sa prisim, pra, ose dhe më të rriturit që shkoni ndonjëherë dhe në sakrifica ose në rrezikshmëri për të krijuar ato antenat për dëgjuar muzikën e Sanremos. Pra, thellë, qenia njerëzore, po qenia njerëzore e kërkon imazhin, muzikën, të bukurin, hapjen, ndaj informacionit, ndaj shumë gjërave, po e lidh tani dhe me informacionin se në fundit dhe filmi, muzika na hapin diapazonin. Dhe ne si brez, kemi qenë ai brez, për shembull, të le të marrim të muzika që brenda pak le të themi 2 dekadave muzikën e kemi dëgjuar në 5 platforma ndryshme, që nga kasetat që i rregullonin me atë lapsin, te CD-ja, MP3 playeri, pastaj streaming, dhe mendoj që pra thellë ne e donim, e duam edhe atë, dhe në këtë mënyrë kurse fëmijët tanë tani janë rritur me këtë lloj, kështu që ata nuk e konceptojnë dot, ne kemi kaluar shumë breza. Nëse ne na mungonte, Julia, tani është pa fre. Mes diçkaje që ti e kërkon, lodhesh për të dhe emocionohesh në fund, qoftë edhe me ato antenat, edhe me këto metodat që kemi përdorur ne, që pa dyshim kanë qenë privim dhe ka qenë një lloj vuajtje, po në fund kishte një lloj kënaqësie. Të kesh gjërat sot pa fre, të kesh mbi prodhim, pra të kesh gjithçka dhe mos të bëj përshtypje, a ka vlerë ta kesh? Diçka që s'të gëzon dhe s'të bën përshtypje qetë? Mendoj që Chelsea, që s'të entuziazmon? Mendoj që Chelsea dhe vështirësia ose sfida për ne si njerëz në përgjithësi është gjetja e balancës, e asaj baraspeshës. Çfarë kanë qenë prindrit e tu? Mami mësuese fizike në shkollën e mesme. Bën sens. Gjithë. Ka dash të bëhet moderatore, të flasi në publik, këndon shumë bukur dhe babi dhe mami, kështu si tenor, soprano, këndojnë shumë bukur. Por ashtu e profilizoi jeta, kishte edhe atë talentin, atë pririn e vet, akoma na përmend ato formulat. Ushtrimet me rashin e Pierrot. Edhe dje, po, se nga që kishte edhe ima ca probleme matematikore, vëllimi i prizmit është kaq, po thoshin të dy me babin, babi shumë i prirur ndaj matematikës, babi inxhinier elektronik, dhe ka qenë në postë shqiptare në Telekom, inxhinier, drejtues, këtë background, domethënë këtë profil kam pasur. Kur vjen në Tiranë, si ndihesh, si në shtëpi? Ndjehem atëherë, në fakt, gjatë gjithë këtyre viteve, unë nuk e kam bërë një shkëputje drastike nga Tirana, nga Shqipëria, duke qenë se një pjesë e ekipit tonë ishin në Shqipëri dhe ne vim kështu që shumë shpesh dhe jemi në kontakt me ata ditë për ditë. Dhe përveç asaj, shumë edhe iniciativa tjera që kemi ndërmarrë edhe le të themi në fushën e teknologjisë financiare kanë qenë për të dhënë të reja risi teknologjike për të përmirësuar shumë gjëra të sektoreve edhe në Shqipëri. Kështu që në një farë mënyre nuk mund të them që u shkëputa dhe kur kthehem ndjehem si e huaj, po ndoshta nuk mund të them edhe si ndjehem në Shqipëri sepse mendoj që shtëpia është atje ku janë fëmijët, ku është bashorti, ku ti krijon atë strofën tënde të vogël, kështu që duke qenë se tani u bë 5 vjet faktikisht tashmë që jemi në Berlin, aty është krijuar ajo, domethënë normaliteti, ajo që ti e quan epiqendër, por si thash gjithmonë me një edhe me një dorë të paktën këtej që mundohet të japi. Të bësh diçka. Më vjen mirë që ke një pjesë të zyrës të ekipit që qëndron në Tiranë. Si të dukemi ne? Se më pëlqen ti pyes shqiptarët që jetojnë jashtë edhe që kanë jetën e tyre dhe punën e tyre, karrierën përtej Shqipërisë. Si na lexojnë dhe na shohin ne? Po, në fakt unë si thash vi shpesh dhe sa herë që vije kam një lloj mini shoku të vogël kulturor, sepse dhe po i bëja pyetje. Për keq tani. Mini shoku zakonisht nuk është për mirë, ndoshta sepse shikon, dje që erdhëm
ishte një trafik jashtëzakonshëm në autostradën e Rinasit që bëjmë dhe kisha dhe djalin edhe i ra taksisti në disa rrugë të tjera të brendshme dhe po shikonim edhe atë anën tjetër edhe djali po më thoshte mami sikur se kam parë ndonjëherë Tiranën kështu. Se kishe parë të Shqipërinë 2. Të Shqipërinë pavarësisht se ne vemi dhe vizitojmë shumë, po që është ideja që ti krijon edhe këtu një pjesë e njerëzve, krijon pak edhe atë komoditetin, atë fluskën e vet dhe ndonjëherë pra le të themi është ajo Shqipëria e dy anëve, e gjende në shumë qytete tjera, e ke edhe në Berlin. Po ndoshta po e reflektoja dhe unë po pse e kam këtë sa herë që vi, domethënë që sikur e ndjen atë shqetësimin. Dhe ndoshta po mendoja sepse bëhemi më të ndjeshëm, më sensitiv kur vjen puna tek vendi jon. Pra dua më të mirën dhe kur e shikojmë që okay, ndoshta nuk po ecën ashtu siç duam në shumë gjëra, sepse presim një tjetër zhvillim dhe jo regres, atëherë ne bëhemi më sensitiv dhe më të ndjeshëm ndaj këtij realiteti sesa kur shkojmë ndoshta edhe në një vend tjetër zhvilluar ose në një vend botës tretë që mua më çon punë dhe ti në farë mënyrë okay, e vlerëson atë të mirë që ke dhe komoditet që ke, por jo aq i ndjeshëm sa kur je për vendin tënd. Kështu që ndoshta edhe kjo është ajo që besoj që pse më ashtu, por fillon të normalizohesh, pas ditës 2 të 3 normalizohesh, bëhesh pjesë e kësaj le të themi fluskës së madhe, por adaptohesh shpejt. Adaptohesh shpejt. Dhe ndonjëherë po mendoja do vetet e mira, do i flas për inteligjencën artificiale ndërkohë që po bënim këto le të themi këtë udhëtimin nëpër këto zgëqet e Tiranës dhe po shikonim shumë gjëra apo drejt zhvillimit edhe po mendoja, jam e këm në tokë, po vjell, po flas për gjithë këto gjëra, këto risi të reja, po mendoj se duhet të flasim, duhet jemi të ndërgjegjshëm, sepse si thash ai treni është me shpejtësi dhe ne kemi kapacitetin njerëzor, energjinë, duhet patjetër që të jemi pjesë e saj. Nëse i hipim treni, rregullojmë dhe zgëqet. Po, patjetër, sepse bëhemi pjesë e energjisë, e ndërgjegjësimit, e rritjes së kapaciteteve në edukim, në arsimim, në shumë pjesë të industrisë, po edhe në shëndetësi, sepse si thash, shëndetësia në distancë të bën që ty të mbulosh këto mangësi të tjera që ke për sa i përket mungesave ose kapaciteteve njerëzore në sektor të caktuar. Julia, shumë faleminderit, edhe shumë suksese me zanën, me zërin, zana e ka dhe zanin brenda. Zana po e vërtet shpesh edhe na thon. Edhe ti këto gjëra i the në Zë me Mirën podcast. Zërin e kemi, zëri është shumë i fuqishëm, na përcakton identitetin tonë, na përcakton kush jemi, por na përcakton edhe të shikojmë a do smuremi. Po, ti i dallon njerëzit nga zëri? Për shembull, nëse unë do ta çoj zërin tim, do të çoj 2 intervista tek për t'i hedhur tek Zana, tek ky projekti. Një intervistë që e di që s'ke qenë ndoshta në humor të mirë apo dhe një intervistë që kam qenë shumë mirë. Po, do ta fusim algoritmin. Do t'i tregoj. Okej, patjetër më. Do ta bëjmë si challenge, si sfidë, do ta publikojmë një herë tjetër mi dërgoj dhe do fusim të shohim çfarë karakteristikash ka dhe si ato bëjnë diferencimin. Jam shumë kurioze edhe unë, edhe do ta mbajmë në publikun të mirë informuar. Do ta përditësojmë, unë do të them 2 intervistat e Zanës që zbuluan se si kam qenë unë në të vërtet. Uroj që, besoj që do kemi rezultate interesante, të falenderoj shumë edhe ty për intervistën. Kishte kënaqësi, shumë kënaqësi, iku koha shumë shpejt. Po, tani mund të pim një çaj këtu rrotull. Po, patjetër. Në fakt, nuk do pim çaj këtu rrotull, ftohtë, sepse kemi tonic water, kemi rose, kemi lemon. Çfarë të duash ti nga Premium Lajthisa? Patjetër, gjithë ngjyra. Gjithë ngjyra. Siç duhet jetë jeta me ngjyra. Po. I kanë menduar. Po. Cila ngjyrë të tërheq ty? Lilaja është e bukur. Apo do ta zgjedhësh nga ngjyra apo do ta zgjedhësh nga përbërja? Nga shija. Nga shija. Jam për ndjesitë më të forta. Okej, unë do të shkoj tek roz. Abi Bank mbështet këtë episod.